Shikues të ABC News ju përshëndes, u takuam sërish bashkë në edicionin e Mesdites ku do të njemi me zhvillimet më kryesore. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Izrael për një vizitë zyrtare në kuadër të konferencës ndërkombëtare kundër të luftës në fakt kundër antisemitizmit. Shefi i qeverisë shqiptare do të takohet me homologun e tij Benjamin Netanyahu, ndërsa një pikë kyçe e kësaj vizite do të jetë edhe fjalimi i kryeministrit në parlamentin izraelit. Dje kryeministri dhe bashkëshortja e tij vizituan memorialin e viktimave të festivalit Nova në përkujtim të viktimave të masakrës së Hamas gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023. Memoriali viktimave të festivalit Nova ishte ndalesa e parë e kryeministrit Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në Izrael. Shefi i qeverisë shqiptare përkujtoi sulmin e 7 tetorit 2023, duke shoqëruar me një mesazh reflektues mbi atë që ka lënë pas dhe rëndësinë e paqes. Mes humbjeve rënqethëse një pyll festash i kthyer pas në një kasaphan të patregueshme, në një tempull reflektimi për jetën, urrejtjen dhe çmimin e paqes, shkruan Rama, ndërsa sot kreu i qeverisë shqiptare do të pritet nga homologu Benjamin Netanyahu, me të cilin do të ketë një takim kok më kok, i pasuar nga një deklaratë e përbashkët për shtyp në Mesditë. Ndërsa pasdite Rama do të pritet me ceremoni të posaçme shtetërore në kuvendin e Izraelit, të cilit do t'i drejtohet me një fjalim historik, sipas protokollit që Kneseti i ka rezervuar një numër të kufizuar liderësh, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Përveç Ramës, në seancë do të flasë dhe kryetari i Knesetit, Amir Ohana, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, lideri i opozitës Yair Lapid. Vizita e Ramos në Izrael do të mbyllet të martën më 27 janar me një fjalë në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit. Vizita bëhet në ditën e Shoas ose të kujtesës për 6 milion hebrej të zhdukur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Kjo vizitë e Ramos vjen pak ditë pasi kuvendi dha dritën jeshile aderimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu është në këtë moment duke dhënë në fakt një konferencë për shtyp së bashku me gazetarët prezent. Le ta ndjekim drejt për drejt. Këtu pikërisht bëhet shumë e rëndësishme qëndrueshmëria e vendit, kohezioni shoqëror, sa më e përçarë, sa më cinike të jetë shoqëria, aq më fertil është terreni për dezinformim. Armiku modern në një lloj mënyre nuk vjen vetëm me tanke, sot e kësaj dite vjen me algoritme, me narrativa, me helm informativ. Prandaj mbrojtja civile, mbrojtja kibernetike, veprimtaria prodhuese, infrastruktura kritike, zinxhirët e furnizimit, komunikimi strategjik janë pjesë e sigurisë kombëtare dhe në këtë kontekst Shqipëria ndërton sot politikën e saj të mbrojtjes. Do ndalem shkurtimisht ke disa elementë që strukturuan punën tonë vitin e kaluar, sikundër dhe në disa sfida dhe shtylla kryesore të aktivitetit në 2026, duke nisur me elementët buxhetor që vinë si përgjigje ndaj këtij realiteti të ri. Buxheti 2026 nuk është një buxhet rutinë në shumë aspekte, është një mekanizëm për të ndërtuar kapacitete reale, për të zhvilluar industrinë, për të forcuar sovranitetin digjital dhe për të garantuar një Shqipëri si aleate e qëndrueshme në NATO. Nuk është një buxhet paqeje romantike, është një buxhet i përballjes së menaxhuar dhe i sovranitetit kombëtar. Këtë vit arrim vlerën 2.12 të prodhimit brendshëm bruto dhe nëse krahasojmë buxhetin 25 kemi një rritje domethënëse prej 12%. Shtylla e parë e artikulimit të kësaj përpjekje të madhe buxhetore, të cilën e kemi kërkuar pranë sovranit, është kapitali njerëzor si themeli i forcës tonë. Është themeli në fakt i çdo ushtrie moderne dhe për këtë arsye do vijojmë politikën sovranit, është kapitali njerëzor si themeli i forcës tonë. Është themeli në fakt i çdo ushtrie moderne dhe për këtë arsye do vijojmë politikën afatgjatë të rritjes së pagave në mënyrë të qëndësishme, me synim që deri në vitin 2029 të arrim mesataren e NATO-s. Rritja parashikon një rritje progresive, 60 deri në 70% për pagat bazë dhe 30% për nivelet më të larta të komandimit. Paralelisht me këtë përpjekje në kuadër të rritjes pagave, synojmë gjithashtu rritjen
me 30% të komponentit aktiv, pra më shumë forca aktive, më shumë forca profesionale. Po jap një shembull nga viti i kaluar, 721 rekrutë të rinj, çka dëshmon vetvetiu se forca armatosur shihet si opsion dinjitoz, serioz, tërheqës dhe premtues për të rinjt shqiptar. Nga ana tjetër, investojmë në infrastrukturën e mësimdhënies, investojmë në kurrikula dhe programe të reja. Akademia e Forcave të Armatosura është pika nevralgjike e kësaj politike. Edhe këtu një shifër domethënëse që ilustron atë që përmenda për sa i përket forcës tërheqëse të forcës armatosur. Për vitin akademik 25-26, për vetëm 80 vende të lira, kishim 1634 aplikime. Një tregues i qartë edhe i reputacionit në fakt të Akademisë së Forcave të Armatosura, e cila formon, siç e dini, brezat e oficerëve jo vetëm të Shqipërisë, por gjithnjë më shumë edhe të Kosovës. Do investojmë këtë vit në fazën e dytë të kampusit të Akademisë Forcave të Armatosura. Muajin që vjen kemi inaugurimin e ambienteve të fazës parë, pra Akademia dislokohet në zonën e Tufinës dhe do vijojmë investimin me fazën e dytë. Nga ana tjetër, besoj unë që nga viti 2018 nuk ka pasur përpjekje kaq të madhe për sa i përket paktit të institucione publike me universitetet, dhe Akademia e Forcave të Armatosura ka nënshkruar themelimin e disa programeve të përbashkëta. Kemi masterin e inxhinjeri armatimi, aviacion dhe inxhinjeri detare me Universitetin e Vlorës, po punojmë për masterin shkencor menaxhimi i sistemet të informacionit në mbrojtje dhe program doktorature me Universitetin e Tiranës, të dyja këto të fundit me Universitetin e Tiranës dhe Universitetin Politeknik. Sikundër, ndoshta pak vetë e din, po në Akademinë e Forcave të Armatosura është sot për sot programi më cilësor dhe më ambicioz për sa i përket masterit shkencor në mbrojtje kibernetike. Gjithashtu, viti 2026 do të mbështesi gjithë këtë përpjekje në paga dhe në arsim ushtarak, me reforma strukturore për të krijuar një kuadër ligjor më tërheqës. Do reformohet statusi i ushtarakut për krijuar më shumë meritokraci, më shumë qëndrueshmëri në karrierë. Nga ana tjetër do vijojmë me komponentin rezervist në të gjitha strukturat ushtarake. Sikundër, kemi filluar si vjet edhe me rikthimin e ushtarakëve që janë liruar nga detyra në të kaluarën, qoftë për arsye personale, për arsye të pagave të ulta. Kemi një fluks rikthimesh dhe praktikisht kjo na bën optimist se kemi mbyllur atë faqen e largimeve dhe praktikisht forca armatosur është tashmë një forcë që tërheq gjithnjë më shumë. Elementi dytë buxhetor ka të bëjë me rritjen e gatishmërisë operacionale. Dua të theksoj këtu që përkundrejt disa herë dëgjoj shpenzimet e mbrojtjes ka një rritje të shpenzimeve, në fakt në buxhetin e mbrojtjes ka një rritje të investimeve, 50% e zërave janë investime, nuk janë shpenzime. Dhe këto investime shkojnë kryesisht në gatishmëri operacionale, në infrastrukturë kritike dhe në industri, dhe do thellojmë shkurtimisht këto 3 shtylla. Gatishmëria operacionale, kemi një rikthim të gatishmërisë forcën ajrore, një rikthim të gatishmërisë plot të mjeteve helikopter, qoftë për nevojat të forcave të luftimit, qoftë për nevojat të emergjencave civile. Në forcën detare kemi një rritje të flotës, përkundrejt edhe rritjes gatishmërisë. Kemi 2 mjete që na janë shtuar, donacion italian i vitit kaluar, edhe me një investim domethënës dhe një rinovim të tyre. Dhe një mjet i ri që vjen me një investim 9 milion eurosh nga aleatët italianë dhe bashkohet flotës detare të Shqipërisë në gjysmën e dytë të këtij viti. Gjithashtu forca tokësore ka njohur investim.
Mirë, do të rikthehemi edhe një herë tjetër vizitës së kryeministrit Edi Rama në Izrael, ku do të transmetojmë në këto momente disa pamje të takimit të tij me homologun Benjamin Netanyahu. Në këtë vizitë zyrtare të kryeministrit Edi Rama dhe pas takimit që dy liderët kanë realizuar nëpërmjet këtyre pamjeve që jemi duke transmetuar në këto momente, do të ketë edhe një deklaratë të përbashkët për shtyp të Ramës dhe Benjamin Netanyahu, deklaratë të cilën ne do ta transmetojmë drejt për drejt, po ashtu në agjendën e kryeministrit Edi Rama në këtë vizitë në Izrael do të jetë edhe një fjalim i tij, i cili parashikohet të mbajtë pas ditën e sotme në parlamentin izraelit, që po ashtu dhe kjo fjalë do të jepet drejt për drejt. Kujtojmë që kryeministri Edi Rama ndodhet në këtë vizitë zyrtare në kuadër të konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama. Kryeministri kanë vizituar së bashku me bashkëshortin vizituan edhe memorialin e viktimave të festivalit Nova në përkujtim të vrarëve të masakrës së Hamas gjatë sulmeve të ndodhura në 7 tetor të 2023. Presidenti i Republikës Bajram Begaj vlerëson arritjet e reformës në drejtësi, e cila thotë se ka shtuar besimin e qytetarëve se epoka e pandëshkueshmërisë ka marrë fund. Kreu i shtetit thekson se pavarësia e gjyqësorit duhet të shkojë për krah me përgjegjësinë dhe integritetin. Hapi i radhës duhet të jetë kalimi në një drejtësi funksionale. Për herë të parë, ndërsa këtë vit shënohen 10 vjet nga reforma në drejtësi, u zhvillua ceremonia hapjes së vitit të rigjyqësor në vend. Mesazh përcolli dhe kreu i shtetit Bajram Begaj, që theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Pavarësia e sistemit drejtësisë është gurthemeli i patjetërsueshëm i rendit tonë kushtetues dhe funksionimit të shtetit së drejtës. Pavarësia e gjyqësorit nuk duhet kuptuar vetëm si ndarje formale nga pushteti politik. Ajo është aftësi reale e sistemit drejtësisë për të ushtruar funksionet pa presion apo ndërhyrje, duke garantuar një drejtësi efektive, të paanshme dhe në përputhje me standardet europiane. Por kjo pavarësi nuk duhet të kthehet në një vet izolim institucional apo mungesë llogaridhënie. Duke ju referuar 10 viteve më parë kur u votua reforma në drejtësi, presidenti tha se sot rezultatet janë të dukshme. Të gjithë aktorët politik, publik, institucionet, media dhe shoqëria civile i referohet gjithnjë më shumë kushtetutës dhe organeve të drejtësisë, duke adresuar problematikat, pretendimet apo konfliktet e tyre në rrugë ligjore. Ky është një tregues i një kulture të re juridike dhe demokratike, por kjo kulturë kërkon edhe respektimin e vendimeve gjyqësore nga të gjithë. Drejtësia funksionon kur ajo respektohet, jo vetëm kur deklarohet. Në një ceremoni në gjykatën e lartë, ku të pranishëm ishin dhe ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, kreu i shtetit tha se këtë vit gjyqësori duhet të kalojë fazën e drejtësisë funksionale dhe të qëndrueshme. Të mbështes çdo nismë që shkon në drejtim të forcimit të institucioneve të drejtësisë dhe ruajtjes së integritetit të tyre. Por gjithmonë do të mbetem një zë në mbrojtje të qartë të interesave të qytetarëve, që presin drejtësi funksionale, të ndershme dhe të barabartë për të gjithë. Administrata tatimore ka nisur një aksion kundër informalitetit në sektorin e ndërtimit. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se niveli pagave u rrit me 9%, ndërsa kontrollet do të realizohen me bazë risku. Në fokus dhe në vend do të jenë edhe sektori i turizmit dhe ai ushqimor. Kreu i Financave tha se procesi i rivlerësimit do të nisë më 15 shkurt. Sektori i ndërtimeve në vend i është nënshtruar një kontrolli të imtësishëm në terren nga administrata tatimore. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se nga kontrollet e ushtruara në agjencitë imobiliare u evidentuan shkelje, përfshirë mungesë transparence në çmime, mos deklarim real i pagave dhe shmangje e faturimit. Një aksion pritet që të nisë së shpejti edhe për sektorin ushqimor, turizmin dhe tregtinë online. Pas mesazheve ndërgjegjësuese, në fakt një pjesë e mirë e subjekteve kanë reflektuar dhe më konkretisht për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit, në muajin dhjetor
2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Po kështu, qëllimi jonë është formalizimi i ekonomisë dhe rritja e deklarimeve reale që ushtrojnë këto subjekte tregtare. Financa tashmë kanë hartuar një ligj edhe për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, i cili pritet të kalojë së shpejti në qeveri. Sipas Malaj, përmbytjet dhe zjarre do të përfshihen në këtë ligj, pasi të realizohen studime sipas zonave të riskut. Në momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Për fatkeqësitë e tjera natyrore do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku me zona, sepse nuk mundet përcaktojmë një sigurim të detyrueshëm për përmbytjet në zona ku nuk kemi përmbytje, zonat malore për shembull, sikundër edhe me zjarre do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku, cilat janë ato zona të cilat përballen më shumë me fatkeqësitë natyrore siç janë zjarret. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, kreu i financave tha se tashmë po përgatiten të gjitha aktet nënligjore dhe procesi parashikohet që të nisë në mes të muajit shkurt. Ligji i rivlerësimit, siç e dini, u miratua me paketën fiskale. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Aksioni kundër informalitetit pritet që të vijojë deri në 23 maj të këtij viti në sektorin e ndërtimeve për të vijuar më pas në sektor të tjerë të rëndësishëm të ekonomisë. Sot, rreth mesditës, 370 automjete të rënda do të bllokojnë të gjitha pikat kufitare në vend, do të ndalet transporti i mallrave drejt Bashkimit Evropian dhe tranziti në rajon. Shkak për protestën është sistemi i ri hyrje-daljes në vendet e zonës Schengen, i cili kufizon qëndrimin e shoferëve të kamioneve nga Ballkani Perëndimor. Plani është që bllokadat të zgjasin 7 ditë, por protestuesit janë të gatshëm të ndërpresin ato nëse Bashkimi Evropian nis negociata për zgjidhjen e problemit. Transportuesit paralajmërojnë se nëse Bashkimi Evropian nuk gjen mënyrë për tejkalimin e këtij problemi, kjo do të nënkuptojë kolaps për ekonominë e Ballkanit Perëndimor. Kostot e transportit do të rriten shumë fish e bashkë me to edhe çmimet e produkteve. Përveç transportuesve nga Maqedonia e Veriut, kamionët në pikat kufitare do t'i parkojnë edhe transportues nga Serbia, Malizi e Bosnia Hercegovina. Nuk do të ketë pengesa për hyrje-daljen e autobusëve të udhëtarëve dhe automjeteve personale. Ishte gjithçka e përgatitur dhe për edicionin e mesditës. Për tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuenca 105 FM. Në vijim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti. Faleminderit që na ndiqni.